Mentor Zeka u vra dje pas dite si pasojë të shtënave me armë zjarri, disa metra lart lokalit të tij në lagjen Fidani Shtëpejës, ndërsa i dyshuar për vrasje është ish shoku i tij, Kreshnik Haliti. Haliti është arrestuar mbrëm dhe ndaj tij është shqiptuar masa e mbajtjes 48 orëshe në polici, në pritje që të dalë para gjykatësit të procedurës paraprake. Avokati i tij, Bahtir Troshupa, tregon për Kallzo.com motivin e mundshëm të këtij incidenti që rezultoi me vrasje. I dyshuari ka pas borxh ndaj viktimës dhe këtu ka në bisedë sipër ka eskalu situata, viktima ka përdor armën kundër të dyshuarit, ka insistuar ta vret dhe në ato rrethana i ka drejt dorën dhe armën ka kris dhe është vrarë i ndjeri. Ndërsa Smajl Zeka, i familjari viktimës, tha se ende nuk i ka të qarta motivet e këtij incidenti mes shokësh. Informatat e fundit janë që është arrestu një djalë i cili jemi edhe daj, edhe jemi nipa, edhe jemi shok, kanë qenë të mirë, edhe nuk kemi pritna prej atij personi që vepron këtë mënyrë. Smajli është babai i Valdet Zekajt, që është pjesë e grupit të shqiptarëve që për 2 ditë në maj të vitit 2015 luftuan kundër forcave maqedonase në një lagje të Kumanovës. Ai tha se nuk është në dieni nëse më herët mentori dhe Kreshniku kishin ndonjë konflikt mes veta. Prokurori i krimeve të rënda Haxhi Sinanaj përmes telefonit tha për Kallzo.com se është duke përgatitur kërkesën për caktimin e paraburgimit nga gjykata themelore e Pejës. Sinanaj ka përsëritur se i dyshuari është arrestuar mbrëm nga policia e Kosovës, por avokati Troshupa i qëndron deklaratës së tij që Haliti është vedorzuar në polici. Vrasja mbrëmshme erdhi një javë pasi Peja u trondit nga një vrasje tjetër.